Përshëndetje miq. Përshëndetje të gjithë juve që i mbjetuat Covidit, juve që s'keni kapur fare, juve që keni bërë vaksina, juve që keni bërë booster, juve që s'keni bërë asnjë gjë se nuk ju intereson fare. Shpresoj të jeni të gjithë mirë, shpresoj të keni kaluar festat edhe pse është pak vonë tash, 20 janar sot kur regjistrohet kjo, gjithsesi. Shpresoj që të gjithë ja keni kaluar sa më mirë me ato rrethana që keni pasur, me kushtet që keni pasur. Shpresoj të ketë qenë një fest shumë e mirë, të ketë qenë shumë e madhe, po edhe nëse s'ka qenë shumë e madhe, pakën të ketë qenë decente, të ketë qenë familjare, të keni pasur kohë të kaloni kohë me njerëzit tuaj të dashur. Për juve që se arritët të takoni duhet njerëzit tuaj të dashur për çfarëdo lloj arsye, shpresoj që gjërat të ndryshojnë në kohën në vijim. Ju uroj gjithë shumë mbarësi me gjitha projektet tuaja personale, të arrini sa më përpara. Ju uroj shumë qetësi, ju uroj shumë lumturi. Edhe bëni kujdes për shëndetin tuaj, bëni kujdes për njerëzit që doni dhe ju duan. Ai vitleshi që kaluam na tregoi shumë gjëra që duhet të përmirësojmë. Të filluar që nga unë i pari, po besoj se gjithë secili e di vetë ku i re. Po që e mira është që jo për të vënë kështu New Year goals, që janë këto budalliqet kështu, po thjesht, domethënë me hapa të vegjël thjesht të ndryshojnë disa gjëra bazike në jetë, po që mund të kenë një rëndësi të madhe më vonë. U kam shumë kohë që nuk kam bërë podcast tashmë, që për podcastet fundit ishte 3 orë, për shkak sepse normalisht unë isha në shtëpi me familjen për pushime. Edhe kisha ndërmend që të bëja edhe një podcast kur isha andej, po që nuk mjaftoi koha, domethënë ishin shumë gjëra që kisha planifikuar të bëja, thjesht nuk planifikohet dot aq mirë nga larg, është shumë ndryshe i mësuar me këtë agendën që i shkruajmë çdo gjë pothuajse ku duhet të jemi, kur, çfarë duhet të bëjmë. Edhe kur je në shtëpi është çdo gjë tjetër. Hajde tani do vëm këtu, provojmë baklava në Filani, do ikim andej, do bëjmë këtë. Domethënë gjëra të ndryshme që nuk të lë të realizosh çdo gjë që ke pasur në mendje. Gjithsesi, edhe ky episod nuk është, si të themi, një podcast i mirëfillt, është thjesht një update për ato që na presin përpara, që më presin mua dhe juve si dëgjues. Për episodet e ardhshme nuk është se ka ndonjë specifikim që kjo do bëhet kështu, kjo do bëhet ashtu, do bëhet atë. Podcasti do vazhdoj ashtu siç është nisur, shumë i thjeshtë, shumë natyral, shumë normal, pa skript, pa kufi, duke diskutuar çdo lloj teme të mundshme që më vjen në mend, edhe poshtë mendjes, edhe anësh. Çdo lajm i ri, çdo ide e re, çdo ku dëgjon një projekte të ndryshme që mund të kemi hasur diku, ose zhvillime të ndryshme në Shqipëri, në Europë, pse jo edhe në botë, qoftë janë aq interesante, po kjo nuk ka shumë shanse. Përveç se çfarë mund të jetë në një gjë që na intereson neve vërtet si kulturë. Por që thelbi është gjërat nuk është se do ndryshojnë, domethënë është e planifikuar të vazhdoj në këtë ritëm natyral që është ngritur. Ajo që unë kam dashur të shtoj, se nuk është një ndryshim i mirëfillt, është të ftoj njerëz që edhe unë vetë nuk i njoh. Unë kam folur me disa persona të ndryshëm që në rastin e një ftese të ishin gatshëm të vinin. Në fillim e kam menduar si ide që të ftoj persona që janë, si ta themi, në rrethin tim që unë i njoh, por jo vetëm. Normalisht grada do të jenë shqiptare, nuk ma mendoj se për një kohë të ardhme do bëj ndonjë podcast tash me shokët e mi gjerman apo anglez apo italian apo drejtë shejtan që janë këtu. Por shqip, për momentin do mbetet vetëm shqip, edhe gjëja e dytë që kam menduar është edhe student ose pri-student
që sapo kanë ardhur, që unë nuk i njoh, me thënë thjesht për të diskutuar me ata, për të treguar atyre gjëra që unë mund të di dhe mund të ndihmoj, ose që i kam dëgjuar nga dikush tjetër dhe që kanë funksionuar, për të ndarë histori nga jeta e tyre, që ata besojnë që do ishte interesante që edhe njerëzit e tjerë të dinin, pasi personat e tjerë kanë gjithashtu situata të ngjashme, domethënë. Kështu që ky është një si qëllim që shpresoj të arrihet. Për momentin nuk kam punuar në materialet e tjera për shkak se jam në sezon provimesh, edhe kam një kërkesë jashtëzakonisht shumë të madhe. Ritmi i podcastit gjithashtu do të vazhdoj deri në minimumi, deri në korikun që vjen, domethënë me të njëjtin ritëm, që do të thotë pa ritëm fare, kupton, kur të vi për të bërë podcast, të bëhet një podcast. Gjithashtu e njëjta gjë vlen edhe për monologët. Dhe shpresoj që në fillim të vjeshtës 2022 ose në fillim të vitit 2023 të bëhen ndryshime të rëndësishme, duke filluar që nga dizajni, duke filluar që nga aparaturat e tjera që faleminderit apo si thuhet, ja futa gota si. Fal disa donacione të bëra në Patreon, më kanë krijuar mua një farë lloj buxheti të vogël, domethënë që mund të bëj dhe disa adsa në Instagram dhe Facebook, por jo vetëm. Duke u nisur nga ato ndihma, unë normalisht me buxhetin tim do bëj dhe investime të tjera, aparatura audio, dhe me një mundësi shumë të lartë, domethënë edhe video. Sepse mendoj se është diçka shumë e rëndësishme për një podcast të jetë edhe në video. Sidomos kur është muhabeti normal, domethënë mendoj se është okay, po kur thellohet pak, domethënë hyet në disa tema që janë më specifike, që për mendimin tim personal do ishte më mirë nëse do ishte sa më i qartë mesazhi që jepet. Do e ndihmonte shumë fakti që të ishte edhe video. Por gjithsesi deri atëherë ka goxha kohë përpara, kështu që të fokusohemi një herë tek gjërat që kemi tani në dorë, që janë provime, projekte. Edhe kështu, cilët nga ju janë studenta, gjëra ju uroj dhe juve shumë. Disa kanë kaluar sezonin, disa janë në sezon si puna ime, disa se kanë filluar akoma, fillon më vonë, gjithsesi, uroj gjithë shumë suksese. Ose që thonë prindërit e gjysmës shqiptare, thiri mendjes, me mend në kokë. Edhe jepini forca deri të ta mbaroni, kur ta mbaroni do ndryshojnë shumë gjëra, do e keni një liri tjetër. Për të gjithë të tjerët që nuk kanë lidhje me studimet, ju uroj shumë suksese në ato eksperiencat tuaja në punën e nxitha. Se kanë ngelur në çikë tani që të gjithë që janë këtu janë për shkollë, por jo, por ka shumë të tjerë që janë si e thon mjeshtra, punëtor që punojnë në elektricitet, punojnë me këto sisteme të hidrosanitare të gjitha. Ne kemi larmishmëri njerëzit të ndryshëm, domethënë. Kështu që çfarë do lloj kategorie dëgjuesit e mi janë, ju uroj të gjithë shumë suksese në ato që kanë natyrë. Pavarësisht se unë flas çik për këtë pjesën e studentëve më shumë sepse është më relatable, e kam më shumë si gjë nga që e bëj dhe vetë. Por që kështu sa për intron, se zjatëm të intro u bë martje fare. Çfarë mos e diskutojmë sot është çfarë diskutim leshi, po diskutojmë me njëri, po çfarë do të flisje, si është një recap i gjërat që ndodhin në Shqipëri, që ta dini juve njerëz që jeni atje. Duhet t'i faleni Kristit, Allahut, Judës edhe çdo lloj gjëje tjetër të mundshme, domethënë për atë super diellin që është atje, domethënë që ta bën jetën shumë herë më të thjeshtë. Mund vinte ndonjëherë për çesh si budalla vetë ka dielli. Është jashtëzakonisht shumë gjë e mirë të kesh dritën e diellit, domethënë çdo gjë. Edhe ato hallat duken se konziden më shpejt, se për ata që jetojnë për shembull në Gjermani ose në Angli, mund të jetë edhe njëjta gjë, e din shumë mirë që këtej është koha shumë e zymt, zgjohesh është gri.
në drekë është gri, pas dite është gri, edhe pastaj bëhet natë prap. Je jashtëzakonisht shumë i deprimuar, nuk ke motivim të bësh asnjë lloj gjëje. Është e lodhshme. Pas një farë kohe vërtet e mendojnë se është goxha depresive ndonjëherë. Edhe sidomos kur ke probleme pastaj ose ngarkesë në punë ose ngarkesë nga shkolla, bëhet vdekje fare pastaj se edhe kur do të dalësh në çik të marrësh në çikaje për qefin tënd, nuk është se ja shef të lezetin se grihesh, dukesh sikur u bëre më keq, jo sikur u bëre më mirë. Por që gjithsesi, sot është 20 janar kur përregjistrohet kjo. Është e njëjtë, është dita e para fundit e karantinës. By the way, unë kur u ktheva nga Shqipëria, diku në aeroport më amendja, ose më ta kanë marrën përpara, por u kontaktova nga një mikja ime të premten e asaj jave që ishte pozitiv me Covid dhe pasi u testova dhe vetë unë isha pozitiv me Covid, kështu që kjo është dita e fundit e karantinimit tim. Nesër është dita e fundit, po unë nesër do të bëj skip, kështu do bëj testet nesër se u trashëm keq fare, nuk rihet më në shtëpi. Një bësh ato lopët në kasolle që vetëm vim për qarë kështu edhe nuk është se nxjerrin ndonjë gjë në shesh. Eksperienca e Covidit ishte nice, ishte si pushim pas pushimeve, duhej, se ishim lodhur shumë. Dha im ka dhe një fëmijë të vogël normalisht. Nuk është të flesh shumë gjumë vetë si person, po që kisha vënë re që ishin akumuluar ato mungesat e gjumit, që njëra mbas tjetrës, edhe kur erdha këtu ato ditët e para isha gjumë kështu 8 orë, 9 orë, 10 orë ndonjëherë, domethënë. Edhe e vëre pasaj kur bie në rehatin tënd. Por që të eksperienca ime e Covidit, unë jam ploni, se kjo është historia ime. Nuk ishte gjë, ishte në rastin tim, pavarësisht se njerëz të tjerë më kanë kaluar shumë keq, dhe unë njoh personalisht njerëz të tjerë që kanë kaluar jashtëzakonisht shumë keq, domethënë, por që në rastin tim ishte shumë i lehtë. Besoj se kjo mund të ketë dhe një lidhje me pjesën e vaksinave, se unë isha për të dyja vaksinat, Pfizer, BioNTech, kështu që besoj se ajo ka ndikuar që simptomat e mia ishin të dobta, domethënë thjesht 2 ditë kisha pak kështu si gjendje paragripale ose si gjendje të ftohtë, domethënë që më dhënin kyçet edhe kisha pak ruf. Edhe një koke, po pastaj pas 2 ditë e gjysmë çdo gjë u kthye në normaliteti, domethënë edhe zjati edhe kështu koll, një herë në 3 orë, një koll tek kështu. Ajo zjati diku tek 3-4 ditë tjera, por për çdo lloj gjëje tjetër domethënë super mbregu. Kështu që jem i kënaqur, domethënë me performancën e trupit. Sëndet. Nuk e di u dëgjuan podcast apo jo, sapo të shtiu njëri këtu të dhoma ngjitur. Sa që ke ftohtë jeta. Gjithsesi. Pushimet e Shqipërisë ishin normalisht shumë të bukura, se nuk ka të paguar ajo kur shikon kur takon gjithë shokët e tu. Shokët e familjes nuk i takova dot fatkeqësisht, se i kishim të gjithë në Londër, por që takuam shokët e gjimnazit, shokët e më të ngushtë i takova. Edhe Juli, me cilin kemi bërë podcastin përpara, kishte ardhur kësaj radhe nga Bostoni. Kishim jashtëzakonisht shumë kohë pa u takuar me ata. Nuk do jem shumë normalisht i cili me ato agjendat e veta, domethënë do ikim takon të, do ikim takon atë, sidomos për atë që vjen më rrallë se sa vi unë aty, është akoma më e mbushur agjenda me festat që do të bëjnë, me drekat që do të bëjnë, me njerëzit që do të takojnë e gjitha tjera. Por që ishte kënaqësi jashtëzakonisht shumë e madhe. Kjo është një gjë që na mungon në fakt, se normalisht unë kam shokë këtu dhe i kam shokë shumë të mirë që i vlerësoj maksimalisht, domethënë, por shokët, sidomos me shokët që kishin në gjimnaz, është ndjesia shumë e madhe e familjaritetit, domethënë, si kur je vërtet një familje, kështu se tingëllon çik si ultra poetike tash, si egzageruar, po që është ajo ndjesia, domethënë, që pavarësisht se je larg, kur vete prapa tjetër kujtojnë gjitha gjërat në ato 5 ditë apo 10 ditë që mund të kesh shpenzuar me ata, është kështu sikur nuk kemi ndarë asnjëherë, kemi qenë gjithmonë bashkë. Është kënaqësi jashtëzakonisht shumë e veçantë. Jam
shumë si I thonë në Shqipë, se s'na vina shtëllafet Shqipë, që ja se bëjmë se sa e nga Greqia dhe nuk I di më mirë. Grateful që nuk kam ngelur, domethënë pa shokët e mi, që nuk kemi shpërndar fare, që kemi kontakt akoma me njëri tjetrin, që jemi shok në kuptimin e plotë të fjalës, domethënë. Edhe ja uroj të gjithëve të kenë shokë të tillë, sepse për mendimin tim nuk ka çmim edhe nuk ka gjë më të mirë. E njerëzit që I ke zgjedhur vetë, domethënë, por që edhe janë shumë të rëndësishëm në input, në output të gjitha. Nga familja çdo gjë në rregull, por është ajo zëmtësia tash I gjithë muhabetin e shoqërisë, gjithë muhabetin e diellit që thash unë e prish ato rrethanat, ajo. Unë kur bisedoj me vllai më vinte re disa herë në mes bisedave që shifi plak ose ju I mendoni gjëra ndryshe, se ti ke ikur I vogël, e kupton, ke ikur shpejt, u bëre 7 vite andej nuk e di aq mirë se si funksionojnë gjërat e thua të tjerë. Por prap më bën jashtëzakonisht shumë përshtypje, domethënë që është shumë e vështirë të ndryshojnë gjërat për masë më të madhe. Është shumë e vështirë të krijosh një biznes me idetë e tua akoma. Ka shumë pak njerëz që flasin për këto gjëra. Shumica e njerëzve që fatkeqësisht nga disa që takova dhe unë që I kam miq, në momentin kur do të bësh viral, kur je 25 vjeç, domethënë edhe synimi është të bësh viral, është ka diçka që nuk shkon, domethënë, sepse nuk është se je gja established, domethënë, ose ke një synim direkt se çfarë do bësh, domethënë, po thjesht që do të bësh diçka që me synimin e vetëm që të bëhet viral është më duket një lloj problemi, domethënë. Unë kisha shumë dëshirë për shembull që personat të fokusoheshin në një gjë që ata e kanë njerëzakonisht shumë qejf të bënin atë. Disa njerëz do thonë që ore ti çfarë ke la, do të bëhet viral robi. Të tjera thonë që pse s'merren njerëzit me gjëra. Po, ky këndvështrim është gjithashtu I drejtë. Por ideja që pse unë e thash si gjë, domethënë, është sepse thjesht vetëm për të bërë viral, të bësh diçka vetëm për të bërë viral, pra asnjë lloj synimi tjetër, domethënë më duket pak cinike. Gjithsesi ky është mendimi personal. Mund të ketë shumë persona të tjerë që thonë që jo, është synimi I mirë, se mund të bësh viral, mund të bësh këtë, mund të bësh atë, influencer, vlogger, çfarë quhen këto, reklama, gjëra të tilla. Nëse është ashtu vërtet, domethënë, jashtëzakonisht shumë suksese I uroj, po që thjesht. Ose mbas jemi plakur çin ka trut e kokës, domethënë, dhe si kuptojmë shumë mirë ato gjëra tash. Se nuk është se jemi marrë gjithkohës me vlog edhe kështu. Unë postat që I bëj në Facebook edhe në Instagram, domethënë ato shkrimet që bëj janë thjesht një karikim I momentit, domethënë nga ngjarje që ndodhin, domethënë në përditshmëri. Nuk është se janë pjesë që unë I kam super punuar, I kam shkruar më përpara, I kam menduar, I kam testuar etj. Ato janë thjesht mendime që qarkullojnë për momentin. Dhe unë thjesht I lë të lira, domethënë. Po gjithsesi, ndjesia e parë që të vjen atje, domethënë kur takon njerëz të tjerë që nuk je shumë I afërt, domethënë është pjesa si ndihesh si prift. Mamën shumica nëse ka njerëz tu jam ka disa, po nuk e di se sa, që janë gjithashtu në emigrim. E thënë në emigrim se tani nuk e di si quhet, pa emigrim duket se quhet. E ke ti jepet anë ndjesia gjithmonë siguri e prifti lagjës, domethënë. E çdo person është të fillon domethënë të thotë po këtu nuk bëhet, fillon të gjitha të shkarkojnë të gjitha të mlefin që kanë brenda, domethënë çka nuk shkon, ku qëndrojnë problemet në shoqëri, ku qëndrojnë problemet në financa, në politikë, në punë, ju. Edhe ndihesh në një kështu që okay, 1, 2, 3, 4 të plaku. What the fuck, I shkarkua të gjitha, domethënë thuaj se ne që jemi këtej nuk kemi asnjë lloj problemi. Që ajo s'bën sens, po të fillosh të filloj unë këtu në podcast, kur të kem në një tjetër, ose edhe vetë të tregoj problemet që kam pasur unë. E para fare shumica, domethënë, ose ata që nuk jetojnë këtu në Gjermani,
nuk do t'i kuptojnë fare. Edhe nëse janë nuk dëgjojnë në anglisht apo tjetër, sepse janë probleme specifike. Ata që jetojnë në Shqipëri fare, pastaj që nuk janë rrahur, si të thuash, me kulturat të tjera ose me rregullat të tjera ose me ligjet të tjera, domethënë prapë nuk do i kuptojnë. Po fakti që unë s'flas për shumë për ato nuk është sepse unë nuk dua, është sepse nuk ka vajtur tema, plus që edhe në qoftë se do bjerë ndonjëherë muhabeti për ato gjëra, tregojnë shumë kujdesshëm në mënyrën se si shpjegoj, sepse nuk janë as pak të njëjta me problemet që ka aty, domethënë. E këtë e vëre unë, nuk është se them të që unë jam tu, ju janë ti. Këtë e vëre edhe me vllajën tim, domethënë, se s'mund të kem me qëllim të keq, domethënë kur e them edhe për vllajën tim, po që thjesht me kam vëre që shqetësohemi në makro, normalisht i cili shqetësohet domethënë për mirëqenien e vet, për karrierën, familjen, shëndetin, pasurinë e këto të tjera domethënë. Po kur i futesh në brendësi, në detaje gjërave domethënë, shikon që ka mënyra se si arrin deri tek ajo qëllimi i madh domethënë është jashtëzakonisht shumë e ndryshme. Si ta analizojnë gjëra jashtëzakonisht shumë të ndryshme aty. Edhe e vura re këtë domethënë. Që mua në selbësi kjo nuk më pëlqen. Domethënë kam atë pak frikën që mos po i largohem unë realitetit tonë, domethënë mos po bëhem unë shumë i huaj me vendin tim apo ditë të tjerë. Shiko, ka njëra anë kjo është domosdoshmëri, domethënë do vetë nuk është se kontrolloj dot unë, nëse unë nuk kaloj të njëjtat probleme që kalojnë secili njeri aty domethënë. Edhe nuk i kuptoj dot aq mirë, domethënë sa i kupton një person tjetër, domethënë moshatari juaj apo ku dëgjon që jeton në të njëjtin vend të paktën, ose bën një të punë, ose në një lagje apo ka një të halle, kupton? Janë gjëra që unë të flas me çfarë shikoj unë si palë tretë, si nga jashtë, domethënë, por që robi që është implikuar i kupton gjithmonë më mirë se si qëndron problemi, domethënë, dhe si është zgjidhja më e mirë për këtë. Gjithsesi. Por që kur ju vjen ndonjëherë në Europë nga jashtë, domethënë pyeteni domethënë që çfarë probleme kanë ata ose si është mos e egzagjeroni shumë me këtë pjesën e të treguarit e gjërave, domethënë se bëni atë unë nuk po them që Shqipëria është fushë me lule dhe nuk ka më mirë edhe është vendi më i mirë për jetuar gjithsesi. Ne që ikëm nuk ikëm kot. Kishim ne dëshirat tona, domethënë që menduam që me ato mundësi që kishim aty nuk e arrinim dot. Për këtë arsye ne ikëm në vend tjetër me ato pak mundësi sa kishim. Thelbi nuk po them që është vendi më i mirë. Po janë ca gjëra domethënë që nuk janë dhe aq keq sa bëhen. Shikoj se është si ai që thristë ujku gjithmonë nuk e beson në njerëj. Kur qash për disa gjëra që janë budalliqe, për shembull, ose për ku dëgjon ligje, rregulla, gjithsesi, domethënë për ide që qëndrojnë jo vetëm në Shqipëri, po edhe në gjithë Ballkanin ose mbase në gjithë Europën. Nuk mund të konsiderosh ato si probleme madhore. Probleme madhore janë ato që janë specifikisht për vendin tonë. Ky është mendimi im personal, që problemet madhore janë specifikisht ato që janë problem vetëm në Shqipëri dhe që nuk janë në asnjë vend tjetër. Sepse për mendimin tim ato janë më të thjeshta për të zgjidhur. Sepse bën krahasime, domethënë ke një vend tjetër që mund ta krahasosh veten, sado i vogël, sado i madh. I tërheq ato paralelizme. Kurse kur janë probleme madhore ku dëgjon ekonomia globale, tash pse u rit nafta, pse u rit gazi, domethënë to janë budalliqe. Nuk mund të thosh pse u rit nafta, pse u rit gazi, se ne të gjithë janë rritur. Është problemi këtu, është problemi në Francë, është problemi kudo, në çdo vend të rrezullit toksor, tash përveç ata që prodhojnë edhe nuk i plas trapi fare, domethënë siç ndos me çmimin, ato përveç atyre çdo njeri tjetër ka probleme këto. Thonë jo, po kjo ndikon të shumë gjëra të tjera, ajo të çmimit bukës të XY, se të gjitha transportohen nga ato që kanë naftë, uiu, gjithë ishin çmimi në rregull, po s'është ai problemi. Problemi është mënyra se si bëhen çmimet në Shqipëri. Një gjë që më ka bërë jashtëzakonisht shumë vështirë mua, nga që kam lëvizur dhe me vllajin shumë me makinë, domethënë sa që vinë në karburantin e çmimit ishin fikse.
edhe në mëngjes, edhe në drekë, edhe në darkë, domethënë. Ose kur ndryshon nga një ditë në ditën tjetër, ndryshon ndonjëherë mes ditës. Kurse kur kam vënë kur lëviz në tenë ndonjëherë me makinë, domethënë që kam shkuar me dikë. Ato janë kështu lëvizin orë sekondë, domethënë janë kështu si çmime live. Edhe kur pyeta domethënë se si funksionojnë çmimet në Shqipëri, pyeta vllajin sepse ai ka pasur të bëj me firma të tilla. Tha që jo, thjesht kur rriten ata i rrisin, tha, dhe kur ulen nuk i ulin. Thjesht kur bëhet ndonjë ulje drastike, tha në tregun botror, ose në tregun evropian, i ulin. Po këto uljet e vogla fare nuk e marrin mendimin. Thjesht i ngren. Kur bëhet një ulje drastike, pastaj i ulin. Po që prapë më e shtrenjtë është. Ky është problem. Problem tjetër është që vetëm është në Shqipëri më shtrenjtë, pak më shtrenjtë se sa është ku dëgjon në shtetet e tjera që mund të kemi rreth e qartë. Këto janë gjëra që varen nga marrëdhëniet ekonomike, nga marrëveshjet që kanë mbyllur çdo shtet, nuk diskutohet. Por që kjo është një problem që mund të vihet në pat, domethënë që dale si janë bërë këto marrëveshje, pse kanë bërë ata marrëveshje më të mirë se çfarë kemi bërë ne, çfarë na mungon neve, ose çfarë kanë ata më shumë se ne që mund të ta bëjmë dhe ne ashtu. Këto e kuptoj, domethënë mund të bëjmë muhabet për këto gjëra, po. Por lidhja kësaj hedhja e këtyre në të njëjtin kohë, domethënë që edhe ky është një problem, edhe ky problemi domethënë do një zgjidhje do të urshëmi. Fatikisht nuk funksionon ashtu, do ishte zakonisht shumë mirë, do ishte zakonisht shumë e thjeshtë, por nuk funksionon ashtu. Të thoni juve po që okay, ti ja fut trapit kota, si do merret ai filani tani që ku dëgjon mezi po ble bukun apo mezi po e mbush makinën që do ka për të bërë punë me atë, do merret ai se pse u rrit nafta, pse u rrit nafta. Edhe kjo bën sens, do se nuk ka njerëz që paguhen për atë punë që të merren me ato punë. Ai, si ta them unë, që grupi im i qëllimit, domethënë, ato që bashkëbisedoj unë tani duke folur këtu me veten, domethënë janë persona që edhe merrin çmim të pjesë, domethënë që pse është kështu që duan ta dinë. Shkaqet pse ka ndodhur, pse ka bërë. Por dëgjoj. Një histori që më do të tregoj në podcast në arshëm, kur jem në një bashkëbisedim, do të tregoj disa prapaskena nga personat e implikuar, domethënë në ndërtimet të Durrës dhe rrethina, për kualitetin e ndërtimeve. Individi në fjalë ka qenë ndërtues vet, si firmë e vogël, dhe gjërat që më ka treguar ai mua atë ditë në atë kafe, jam t'ia tregoj dheut, domethënë. Po nuk e di. Është një realitet shumë i dhimbshëm, të ishin gjëra që përveç njerëzve normal, domethënë që thanë që çana ndodhi në Ratermeti, të gjithë ata të tjerët që i kishin ndërtuar, që ishin palë, që e dinin shumë mirë se si ishin ndërtuar ato shtëpi, e dinin shumë mirë që ishte thjesht çështje kohe derisa ato të prisheshin të gjitha. Ishin njerëz zakonisht shumë të qartë. Por nuk intereson, ishin ajo gryksia e thelluar, domethënë kursimin çdo lloj pjese që nuk i lejonte ata të kishin atë pjesën që dalë, more se do na bëri, do na bëj. Gjithsesi që do ta shtjelloj në episodin e ardhshëm me patjetër, sepse është goxha histori e gjatë. Po këto janë probleme, domethënë të tilla. Ne ekzistojnë akoma njerëz që ndërtojnë shtëpia vet, që baba im ka ndërtuar shtëpia vet. Ai ka pasur një si ta them, një plus në anën e tij, sepse ka pasur një inxhinier që merrej me projektet, edhe ka pasur dhe një skuadër të vogël, po ka vërtet tipa që i bën kështu, domethënë që do të vëmë të çojmë te shtëpia e filanit, të bëjmë shtëpinë ty. Pas një lloj kërkimi, pas një lloj kjo, duke me qenë se jam dhe i fushës, domethënë kjo duhet të ndaloj. Unë di shumë mirë që ata persona me këtë pjesë mbajnë familjen edhe të gjitha, por kjo duhet të ndaloj sepse është zakonisht shumë e rrezikshme, sepse pavarësisht se sa keq mund të tingëlloj kjo gjë. Shija intermedi që ndodhi në Durrës nuk ka përshën intermedi i fundit. Kupton? Është probabiliteti që të bjerë një intermed tjetër, nuk e di unë tani, s'marr vesh në probabiliteti, po do ndodhi. Çfarë ka ndodhur një herë do ndodhi prapë. Se ka ndodhur në të shkuarën, ndodhi tani, do ndodhi më vonë. Ashtu janë gjërat.
Për të arsye ka inxhinier ndërtimi, për të llogaritur dhe pjesët e tërmendit. Mund të ketë ndonjë përklisje, ndonjë plasaritje, ku dëgjon, po nuk mund të bjeri godina tash nga 3 metri, është absurditet. Dhe këto gjëra arrihen e para duke hequr këto që bëhen pa matje. 1. Edhe pa llogari normalisht. E dyta, firmat që ndërtojnë duhet të kontrollohen nga palat e treta. Sa kam folur unë me njerëz që bëjnë kontrata të tilla, domethënë ka filluar tashmë, ka filluar palat e treta që bëjnë kontrollime statike të gjitha godinave, domethënë, po që nuk janë plotësisht pavarura, janë zakonisht njerëz që njihen njëri tjetrin. Dhe kjo është si ta them unë, kod. Është kod. Nëse ti njihesh me Robin dhe thjesht ai e vë filmin prapë, është njëjta gjë që ndodhen përpara. Thjesht e filmin ai që u bë kjo kështu edhe çao. Ideja është të jetë një palë tretë e pavarur që mos të ketë lidhje me asnjë nga këta të tjerët, edhe të bëj punën, ose të ketë integritetin profesional. Të ketë integritetin profesional të mjaftueshëm që pavarësisht çfarë lloj miqësie apo njohje domethënë ta bëj punën ashtu siç duhet. Dhe ajo kollon që s'mban nuk mban, dhe ajo që mur që mban. Kjo është dallimi. Vetëm në këtë mënyrë duhet të kthehen ata në realitetin e ndërtimit, domethënë për të shmangur katastrofat më parë. Problemet e tjera janë probleme politike. Disa e protestat që për Isaliu unë isha kthyer isha në karantinë, po shumë e dhimbshme më duk shumë e trisht si gjë që ka akoma shumë persona që i vjen nga mbrapa atij personi. Edhe ka persona akoma që i rinë në krah atij që fshihet si miu në një seli vartie, domethënë edhe blindon ata e bën se është burg. Ata janë njëri më mut se tjetri, unë nuk e di çfarë ndryshimi kanë ta njëri. Si mua më duket thjesht e njëjta ngjyrë, thjesht në dy lloj dritash të ndryshme. Janë thjesht e njëjta gjë. Ai është defense komplet me çdo lloj mjeti të mundshëm, ky është offense komplet me çdo lloj mjeti të mundshëm. Edhe me gjitha të grupe atje ka zlot sjell se sille filanin që andej, sille filanin që te grupe atje bjeri bau piu foto atje si 97-ën. Ike mosali. Ike të kalla, Ike vase s'është me 97-a. Ime 2021. Është shumë larg, i thon 24 vite më vonë. Nuk është më njëjta gjë. 2022 tash i fare, 25 vite më vonë. Avash. Ka nikur ata. Kjo është problem që do të diskutojmë njerëzit për mendimin tim. Është detyra e gjithë të cilit merret me politikë. Po të marrin çikën politik vetë si individ, të kuptosh kush në problemet, ç'a është, për mendimin tim nuk ke të drejtë të ankohesh. Është kaq e thjeshtë. Nëse ti se vret mendjen për zgjidhjen, domethënë nuk është gjë e mirë. Të mendosh një çik të jesh çik i hedhur të shikosh pse s'u funksionon kjo, pse s'u funksionon ajo, si bëjnë gjërat më mirë, më ndryshe, nga mund të mësojmë kush e ka pasur një situatë të tillë. Nuk mund të zgjidhësh hallet e gjithë popullsisë, po një gjë që të prek ty. Mund të lexoj Robin që domethënë, unë kam këtë problem, ku dëgjoj, nuk po më shitet preshi. Po tani qysh shitet preshi, si bën tufat, ku dëgjoj. Nuk është më ajo pjesa tash që jo s'kemi mundësi, s'kemi kështu, resurset janë tash. Mund të pyesësh. Ose Google, qoftë është për gjërat e tjera përveç preshit. Mund të them tash dikujt tani që shet presh, bëj këtë, po që ku dëgjon, në një që ka problem tjetër, do të bësh një çik i përgjigjshëm, domethënë, përgjegjësia që takon individit, takon individit. Kur që kemi në shtetin e madh tash, shteti duhet të jetë i vogël. Në rastin më të mirë shteti është i vogël, përgjegjësia më të madhe e ke ti, nuk ka shteti. Ne mësuam me faktin që ka fajin shteti. Po ajo do të ndryshoj. Nuk është ajo që duam ne për veten tonë. Kjo është thjesht i lirë si individ në sytë e mi.
Unë u thellova një çik, po nuk dua të thellohesh në atë episod, sepse si të thash, ishte thjesht një update i momentit, domethënë se që si qëndrojnë gjërat, por që në episodin e radhshëm ama nëse disa nga ato tema do preken gjerësisht dhe deri atëherë shpresoj të jeni mirë. Ju lutem nëse ju pëlqen podcasti të jepni një like në YouTube. Për juve që keni bërë subscribe, ju falenderoj. Për juve që keni bërë akoma dhe që dëgjoni, nëse ju pëlqen, mund ta bëni subscribe. Edhe nëse nuk ju pëlqen ai shumë, bëni subscribe se ju gjen gjë, e kupton. Thjesht, nëse ju bezdisin ato notification edhe mund të fikni. Por që thjesht me ndihmon mua me zotin algoritëm që na marrin çik me sy të mirë, edhe të dalim sa më shumë në feedet e YouTube-it të më shumë personave. Kështu. Ka që kisha më për kësaj radhe. Cekët, jo mirë, por që mama nga është mjaftueshëm për një update. Dhe mirë dëgjoshim në episodin tjetër. Ciao.